Vllaznia ka hedhur në erë titullin kampion. Ndodh sërish, ndodh për të disatën herë në momentin më vendimtar, e kisha thënë gjithmonë. Sa herë që vjen momenti krucial, momenti final, te Vllaznia gjithmonë e lëshojnë dhe nuk dinë si të fitojnë. Nuk dinë se si të fitojnë sepse e luajnë futbollin gjithmonë me zemër, me pasion, por harrojnë që kjo lojë duhet luhet edhe shumë me tru, edhe me gjakstotësi. Dhe në këtë mënyrë Egnatia i ka dhënë goditjen e fundit në Vllaznisë, tek ka mundur sot në Final Four në shifrat 1-2 dhe pas kësaj humbje Vllaznia është thuajse me 0% shanse për ta fituar titullin. E ka mbajtur titullin në duar për gjithë kampionatin dhe vjen tani në momentin e fundit dhe e lëshon duke mos e kthyer dot në Shkodrën që përjeton futbollin pafundësisht. Nëse në gjithë qytetet e tjera kombëtarja luan një herë në 3 muaj, në Shkodër kombëtarja luan çdo javë ose çdo 3 ditë. Është Vllaznia kombëtarja. Vllaznia diskutimi më i madh që bëhet në këtë qytet dhe ku përjetimi është i tillë, aq sa presioni është shumë i madh dhe kjo ndikon shumë edhe te skuadra e cila nuk arrin dot asnjëherë që ta përballojë këtë presion. Do të thonë në Shkodër kërkohet një lloj ekipi i tillë aq shumë kompetitiv sa të arrijë të përballojnë një presion që nuk e ka asnjë skuadër tjetër në superiore. Thjesht është Shkodra më shumë lart për këtë lloj vllaznie, ose që jep Shkodra ekipit të vet shumë më lart dhe nuk ka asnjë ekip Shqipëri që mund të arrijë ta përballojë atë lloj pritshmërie dhe atë lloj komentimi në ambient që sa shumë e duan njerëzit futbollin. Ekipet e tjera kanë shumë më pak presion dhe në fund në momente të tilla arrin gjithmonë që të fitojnë. Egnatia sot fitoi kundër Vllaznisë në një mënyrë shumë cinike, teksa ja doli të shënoi golin e parë takimit dhe më herë pas barazimit që ka ardhur nëpërmjet Qatos, ja vetëm 10 minuta mbrapa arriti të shënojë një tjetër gol. Dhe pas kësaj fitore, Egnatia shkon në kuotën e 34 pikëve, e ndjekur nga Elbasani dhe nga Vllaznia me 31 pikë, ndërsa Dinamo është totalisht jashtë loje. Dhe çfarë ndodh tani? Elbasani ka një ndeshje mangu dhe do ta luajë nesër kundër Dinamos. Në rast fitore, atëherë edhe Elbasani do të shkojë në kuotën e 34 pikëve, por Egnatia do të qëndrojë më sipër sepse e mundi thellë në shifrat 0-4 ndeshjen e fundit Elbasanin. Dhe titulli do të ndahet në ndeshjet e fundit ku Egnatia e ka tashmë situatën tërësisht në dorë. Egnatia është me 70% fituese e superiores, pasi do të ketë një ndeshje kundër Dinamos, ndërsa nga ana tjetër Elbasani duhet që të luajë me Vllaznin. Megjithatë, nuk duhet të harrojmë që Elbasani ka një mundësi për ta fituar titullin kampion, sepse Dinamo ja ka hequr një titull, ja ka hequr një trofe nga duart Egnatia, se ka hequr në finalen e kupës ku Dinamo arriti të fitonte në finalen e Egnatias. Kështu që është çdo gjë e hapur dhe tashmë titulli do ndahet mes Egnatias dhe Elbasanit, por është Egnatia ajo e cila është më afër këtij suksesi. Duhet një duartërhiqje e madhe për Nevid Deden, i cili me vetëm 3-4 ndeshje e ka shndëruar këtë ekip dhe po i jep titullin kampion në një moment që askush nuk vendoste dorën zjarr dhe askush nuk vendoste bast mbi Egnatian. Ka kthyer një Egnatia shumë pragmatiste, shumë cinike, e cila në momentin që i krijon rastet arrin gjithmonë që të shënojë gola dhe në fund po i jep titullin. Kështu që kjo Egnatia ndryshe Nevil Dedës mund të eci shumë më lart në Europë, por kitja shkon padyshim për Nevil Dedën.